Au! Përshëndetje, inspektori Diell, detektivi më i njohur në botë. Jam në një mision shumë të veçantë dhe po kërkoj dokumentet. Nuk lexoj dot. Oh. Faleminderit, por ende nuk lexoj dot. Çfarë? Faleminderit. Alarmi rem. Hej, çfarë? A e di që merimangat dhe glasat e zojtve janë për fat të mirë? Po. E po, që në ke shumë me fat. Le ti përmbahemi planit çok. Kjo mund të jetë mundësia jonë e fundit për të kapur karkalecin e kuq. Më falni, inspektor? Po ti si ardhe këtu voglushe? Ky është një mision i fshet. Ndoqa tabelat. Kush i vendosi ato aty, ha? Më fal, inspektor. Këtu është inspektor Dielli? Jo, Dielli nuk është këtu. Dhe nëse shkoj sipas planit tim, nuk do të jetë kurrë. Ç'kemi? Shpresoj të mos e keni probleme uljen time këtu. Inspektori Diell! Dreshin mendova se nuk do të vinte. Mos pendoj një gjë? Jo. Mu duk sikur the diçka. Duke mërmëritur ndërdhëm. E po, e ke gabim, siç e ke gabim gjithmonë. Sa po e bëre sërish, të dëgjova ty. Au! Inspektor Dielli? Po pyesja vete nëse i duke kërkuar për një partner të ri. Voglushe, unë jam një gjahtar merimangash, dhe gjahtarët gjuajnë vetëm. Bukur. Hej, voglushe, mendon se mund të na gjuar disa petulla? Policët e vërtet kanë punë për të bërë. Karkaleci kuq po fshihet në ato fabrik fishek zjarresh. Ja, mos më thuaj. Karkaleci i kuq po fshihet në ato fabrik fishek zjarresh. Dhe kemi rrethuar. E kemi rrethuar ne vendin, siç e kisha menduar, Dhe ne mendojmë se po përpiqet të arratise duke përdorur një ushtri. Bla, një ushtri karkalecash, njësoj siç e kisha menduar, dhe tani ti do që ta kap unë. Pa problem. Po vi pas teje. Unë gjuaj vetëm.
Karkalecat e mi të dashur. Jemi të psuar, për nuk jemi shtukur. Së shpeti skuadra jon do të rritet. Së shpeti skuadra jon do t'jet e pamposhtur. Raft të tufa jon! Raft të tufa jon! Të shkatrojmë ata që pengojnë rrugën tonë! Të shkatrojmë që të gjithë! Karkaleci kuq jenë në arrest. Ti duhet të kesh më shumë besim tek ai. Ai është më i miri. Seriozisht, voglushe, ai është vetëm me fat. Po, me fat që daja ati është që shefi policisë. Inspektor Dielli, ty po të prisnim. Si e ke këmbën? Nuk e kam ende ti, por mos u shqetëso se kam 1, 2, 3, 4, 7 të tjera. Bukur, sepse është kohë dreke. Dhe ti je një drek që po ecën. Hiq dorë sa je në kohë. Mendon se është aq e thjesht sa të vish këtu dhe të më arrestosh mua? E mirë, i jap jam. Wow! Bashë mund të më arrestosh, ule shkrepsen dhe më fut brenda. Prit pak. Vërtet? Mirë pra, në rregull. Ha? Au! Ja. Po, më në fund e kapa karkalecin e kuq. Urdhri u realizua. Jeni të mirë pritur. Po, inspektor është hero. Është hero i vërtet. Shijoje momentin tënë në diell, por kujdes. Një insekt që rri shumë në diell digjet. I vetmi karkalec i pjekur këtu je ti, kur të futesh në zgarë. Koha do ta tregoj, inspektor. Koha do ta tregoj. Si e shpjegon këta? E po, është një gazetë e printuar e përbër nga faqe të shkruara me lajme të reja. Jo, kjo. Ka lënduar të panumërt nga shpërthimi i madh. Na, u përpoqa të mos e lexoja përmbajtjen. O thu se i vrave të gjithë, more. Daja Jerry, ndonjëherë duhet të thyesh disa vezë për të bërë një supë. Nëse të pëlqen supa me vezë, si mua. Ule poshtë atë! Au! Nuk më intereson çfarë thot motra ime. Kjo është e tepër, shiko këtu. Me që karkaleci ku që kap ne do të. Një rritje në detyrë? Huhu! E dia, do të marr vendin tënd? Nuk e kisha menduar kur veten time shef si puna jote. Çfarë? Nuk e di pse po e bën atë hungërim. Dorëzoje distinktivin tënd. Por unë jam një hero. Jo, ti je thjesht me fat. Dikush t'i presi biletën ish inspektorit kudo që dëshiron ai. Shpresoj sa më larg të jetë mundur. Sikur the diçka? Jo. Në përdor. Jo, i pamend. Jam gati. Jo. Deve qel. Të betohem, fole, lëre fare. New York, të gjithë në anije. San Fran, mos ndaloni nga kjo, biletat janë gati. Hyrja për në San Francisco në të majt. Këtu zonja dhe zotrinj, vazhdoni majtas. Të gjithë brenda, kujdes çantat tuaja. Zonja dhe zotrinj, ju lutem siguroni të mbani sendet tuaja pranë gjatë gjithë kohës. Çdo send i humbur do të ruhet në rrjet dhe do t'ju dorëzohet nga autoriteti i portit. Bëj kujdes me atë. Të thash kujdes se mori e mira.
Qetëso, u zemër, është muaji unë i mjaltit. Po falni. Do të falim ty, ne erdhëm këtu të parë. Çfarë? Mendoni se jeni më të mirë se ne bukurecat? Jo më të mirë, por kemi kafshim më të madh. Ma falë, zotri, të presësh derisa thrasim ekonomike. Kujtova sa i na thiri ne. Ashtu kujtova. Shumë turprues. Biletat! Zoti Fajtor? Shqipëtohet ri, fajtori, është frëngjisht. Ka vimim, zoti Fajtori. Klasi I parë në të majtëm tuaj. Biletat ju lutem, zotri. Au! Më falni, zonjë, e kam pak me nëzitim. E po prisni një minutë, zotri. Më falni. Inspektor Djeli! Prap ti? E kam dikur të gjithë karrierën tënde, shiko? No. E mbaj mendat e. Edhe këto po ashtu. Zot, sa I bukur jam. Tani, për sa I përket partneritetit që folëm... Au! Mendova se kishit me nxitim. Çfarë po bën këtu? Jam në një mision sekret. Hirja e fundit për New York. Unë quhem Jane me qira fjala. Më pëlqen emri yt me qira fjala, por më vjen keq që dashur më duhet Të I. vi me ty? Do bëjmë një shoqëruese e shkëlqyer. Jo. Nxënëse? Jo. Një punojse papagesë ose zëvendësuese? Dëgjoj, voglushe. E di. Ti je një gjahtar dhe gjuan vetëm. Është titulli I librit tënd. Dhe kam qef të risperime dhe të ble ushqime të tata. Prandaj duhet ta di që nuk ka ne në Por unë mund skuadër. të ndihmoj. Të mbaj çnim në gjurmë, të rregulloj takimet e tua, të sigurohem që nuk do të humbasësh asnjë fluturim. Jo. Sa po, humba fluturimin Duhet tim? më kishe punësuar mua. Të punësoj? Ky është I gjithfaj yt. Thirrja e fundit për San Francisco! Kapiteni Skelet, të gjitha shishet me ujë janë në bord. Shumë mirë, zoti Bobuzhel, por nuk ka nevojë për shkelje syri. Sepse do të ma japësh vetë ndonjë pije. Djel? Atje! Djel, mik I vjetër! Hej, djeli! Bubuzhel, mik I vjetër. Ej, për ku je nisur? Isha nisur për në New York, por... Ai humbi avionin e tij. Shoqja jote? Seriozisht e ke? Ej, eja në San Fran si mysafiri. Unë jam drejtuesi I sigurimit në këtë kanaqe të madhe, prandaj mund të bëj ç'të dua. Pra, kjo është një po? Apo jo? Fluturim të mbar. Jo, as mos guxo. Dielli është ai në këtë anije? Mos të la mendja? Pra, kapiten, ai është miku im I vjetër, një hero lufte I dekoruar. Ai më ka shpëtuar 2 herë, pasi mlodhi gjithë grupin 2 herë. Hapi mirë veshët, diell. Unë e mbaj në rregull avionin tim. Kjoja e fundit që më duhet është një ngatrestar që bën rëmuj. Kuptove? As edhe një fjalë, por nëse shqetësohesh për rëmujën, mos e vrit mendjen, kapiten. Nuk jam më në detyrë. Kam marrë disa pushime shumë të gjata. Mirë se erdhe në bord. Po e dashur, kemi shumë për të folur së bashku. Me kë po flet? Më fal, nuk doja të trembja. Kush është ajo? Nuk e di. Ishte këtu në kornizë. Gruaja jote. Alo, më sillni sigurimin. Kam një pa bilet në dhomë. Paska qenë e bukur. Tis, si u fute brenda? Jam një merimang hetse, unë kërcej. Dil, gjasht nga dhoma ime. Eja pra, tu kam një bord. Erdha sa më shpejt që munda. Ku është ajo pa bilet? Po ku shkoj ajo?
Është një nder të ulesh në tavolinën e kapitenit, por kush po e drejton këtë mjet? Kam njerëzit e mi. Për ty, kapiteni Skelet, merë da la Francais. Dhe për inspektorin, Afide Sashimi. Besoj se dhoma jua ishte si që dëshironi, inspektor. No, fantastike, përveç asaj vajzës pa bilet. Do ta gjejmë atë, por ajo nuk ma hodhi vetëm mua, apo jo, diell? Po, dhe si hyri pa e vënë re ju? Një herë është fat, hera e dytë është aftësi, dhe hera e tretë që nga një zonjë. Kush është ajo? Ajo është baronesha Merimanga e Zez Arabella Killtop, e martuar së fundmi me doktor Insectin Spindleton. Pra, ajo do të jetë shumë shpejt beqare? Ajo është burriza i 13. Sa me fat që qënka. Nuk para e gjen shpesh gjysmën tjetër, vetëm në disa raste. Është pak sa i çuditshëm. Një mendje geniale. Shkencëtar fantastik, por thashë themet thonë që ai ka pas punuar me karkalecin e kuq. E përse duhet punonte për atë keqbërës të poshtër? Për para, fuqi, pushtet, kontroll dhëmbësh i paguar, ushqime të plota, shumë mundësi të tjera të paguara. Punë e Zërush, 1929. Ju qëras doktor Insekti Spindleton. Zotëria kërkon shoqërinë tuaj. fol për qenin. Doktor Spindleton, ma merr mendja? Inspektor Dielli, besoj. Mua ma mori mendja i pari. Mua ma mori mendja përpara se të flisje në fillim, gjë që mendova se ta mori mendja ty. Mjaft. Burrat. Faleminderit për verën. Shumë dhuratë e bukur nga një i huaj për mua. Është më shumë një qerasje miqësore. Unë do doja të merrja shërbimet tuaja. Më falni, por unë jam me pushime. Se kështu po i quani? Sa zbavitse. Dëgjoj, unë jam insekti më i pasur në këtë varg fluturuese. Mund të paguaj para në dorë dhe të paguaj para prakisht. Besoj se jeta ime është në rrezik. Natyrisht. Bëjeni kërkimet tuaja të mençura. Arabella e ka dhënë syrin kujdo në këtë anije. Duke të përfshirë edhe ty. Ajo nuk është problemi im. E drejtë e dashur? Ky është problemi im. Me gjithë respektin, doktor, kolazhi nuk është një hobi i rrezikshëm. Ndoshta letra e çuditshme që është prerë, po, por... Unë besoj se është një kërcënim me vdekje. Besoj se mund të jetë nga karkaleci i kuq. Dhe unë besoj se ke punuar për të, por ajo që di është se e futa prapa hekura. Kjo është arsyeja pse dua që ti të më ruash shpinën. Vër çmimin tënd, diell, dhe ndërsa ti bën llogaritë tua, unë thjesht do të thoja që po e di, jam në muajin e mjaltit. 23 herë një katrore pis plus 0. Jo, më falni, doktor. Ajo që unë besoj është se ju keni një imagjinat tepër aktive dhe një grua tepër të rrezikshme. Të lutem, duhet të më marrësh seriozisht. Faleminderit për verën. Qielli të erësohet, mos u kthe duke u zvarritur tek unë. Po më kërcënoni mua tani? Do më dërgosh ndonjë kolazh, ë? Unë nuk kam punë këtu. Shijojeni muajin tuaj të mjaltit dhe ke diçka të vogël tek lëre fare. Nuk ka nevojë për shqetësim, gjë e vogël që ne e quajmë turbulencë. Kujtese natyrës për të jetuar sa të mundeni dhe keni një nxitje absolute për ta bërë këtë. Jo, askund. Ja, pra, gjithçka është në rregull përsëri. Vendosni sa do duar që do doni të bashkoni për argëtimin e natës së sotme. Gjiperi Tinzar dhe orkestra e tij e Gjinkallave, këngëtarë! Los parorin tim në San po çfarë thash? Më dëgjoj Arabella, eja. Jo, të lutem, ktheu. Na vjen keq djema. Cateringu është i ndryshëm për pasagjerët ekonomik. Ej, diell, kur të kesh mbaruar së shikuar rishfaqjen e dyshemes, kam diçka për të treguar. Mendoj se e gjetëm udhëtaren tënde, kështu që ne po e largojmë atë. Falë zotit inspektor, të lutem thua ju të më lënë të shkoj. Po, ajo është. Punë e mirë, po Buzhel. Çfarë? Jo, inspektor Dielli? Pra, jo, më uli poshtë. Është acar. Çfarë po bën? Ajo që ne u bëjmë të gjithë udhëtarëve pa bilet, u tregojmë derën. Ndihmo! Por dera është e hapur dhe ajo vështirë se mund ta shoh atë siç duhet. Prit. E kuptova. I gjetuar nga unë ti Buzheli ma... Jo, të lutem, jo, më lërë, unë mund të laja enët.
më vjen keq, vajzë, ne nuk punësojmë udhëtar pa pagesë. Massimo! Inspektor Diell, të lutem! Po zvarritesh në rjetin e gabuar. Dielli është më i ftohtë se drita e hënës në një gur varri. Ati nuk i intereson askush. Jo, inspektor, ndalojni atë! Po tani je zbutur. Vajza nuk meriton të bëhet ushqim për peshqit. Rregullat e kapitenit, Diell. Edhe, unë i thyej rregullat gjatë gjithë kohës. Lëre me kaq. Do ta mbash atë mirë. Ka vetëm një mënyrë që kjo udhëtare pa biletë të qëndrojë në aeroplanin tim. Mos fol, mos kërce dhe mos lëviz në për kabinën time. Dhe nuk ka hedhje. Unë do t'ju paguaj, ju premtoj se do të... Me sa duket nuk isha i qartë. Të thash mos fol. Çfarë? Është kërcim rimangi për të thënë faleminderit. Ne jemi një specie mirënjohëse. Nuk do ta kuptosh që jam këtu. Po, pse je këtu ti? Çështja është, kur grupi i të kuqve u grumbulluan për të rëbimin e tyre të fundit, më shkatruan të gjithë familjen. Nuk kam asgjë tani. Kështu që kur dëgjova që më në fund e kapi atë, mendova se je ti ai që kam tani. Unë kam të dhe ti më ke mua. Po ti kshu rri urt zakonisht. Më mëso të zbuloj. Mësimi i parë nuk quhet zbulues. Apo ashtu është. Së dyti, do të bëhesh police? Në rregull, bashkohu me forcat, studio fort dhe pastaj kopjo në provime si puna ime. Por mos më shiko mua. Unë e kam lënë. Sikur the diçka, jam duke menduar ndoshta të shkruaj një libër, disa emisione televizive. Prit, e ke lënë? E ke lënë fare? Po pra, e kam lënë. I kuaj muhabet. Ata thanë se nuk isha asgjë tjetër. Duke e menduar më mirë, ndoshta ata kishin të drejtë. Diell, kemi nevojë për ty. Ka ndodhur një vrasje. Një vrasje? Nuk mundem. Shko! Ti je një gjeni! Vetëm një vështrim të shpejt. Duam të sigurohemi që kemi insektin e tur. Të lash ta mbaje vajzën, apo jo? Mund të futem në të lashe për këtë. Në rregull. Dhe ti rri në vend. Ai është një merimang në rjet? Ne e bëjmë atë. Për nuk është rjet ati, dhe ai ka vdekur. Jo, po që është ndryshe. Nëse mundesh, thjesht shiko modelet dhe konfirmo që vejusha e zeze bëri atë. Atëherë nuk kam për të shqetësuar për pjesën tjetër të fluturimit. Në rregull? Më thuaj çfarë di. Po, një pasagjer dëgjoi një britëm. Jo, nuk është shumë për të vazhduar. Ti më ndërpreve. Ka më shumë? Vazhdo pra. Ishte një brit më gruaj dhe pasagjeri tregoi nga kjo anë. Unë vrapova dhe gjeta Arabelën duke qëndruar poshtë të trupit. Në rregull, çështja tani është e mbyllur. Ajo e mohoi të gjithë. Çështja u hap përsëri. Çfarë drejtë pa bën ai këtu? Përderisa kemi këtu instruktorin, menduam që... Diell është thjesht një pasagjer dhe kjo është një çështje e kompanisë. Ku është vejusha e zezë tani? E mbyllur në qeli. Bukur, ajo e bëri vrasjen. Çështja u mbyll. Nuk mund ta thuash ti këtë? Këtë e thot ai. Ai duhet të kërkoj për të dhëna. Të dhëna? Çfarë të dhëna ashtu? Nuk e di, ato gjurmë kacabush? Ajo pjesë e krahut të mizës? Ajo grop zjarri e byshin përmes dyshemes të poshtë viktimës? Po, këto janë të gjitha të dhëna, të cilat ne I pam. Ky nuk është Shanghai, Diell. Ju jeni 13.000 këmbë në qiell. Në aeroplanin tim ishte një zëng të dashuruarish dhe kaq. Pse nuk ja tregove derën asaj? Dera nuk është aq breslënse. Ajo është e ftuara ime, dhe me sa duket, nuk është problemi juaj në madh. Më fal, kapiten, thjesht mendova... Mjeshtri po punon. Është vejusha, apo jo? Me sa duket po.
Rrezja e vejushës, forma e vejushës, kafshimi i vejushës, por... Çështja u mbyll. Ne kemi kapur me rimang. Por vetëm 40% e vejushave e bëjnë këtë. Dhe ajo ishte një prej tyre. Sillini këtu milingonat për ta pastruar dhe për hir të Zotit, mbajini gojën mbyllur derisa të arrijmë në San Me Francisco. siguri ke të drejtë. Wow! Prit, sa këmbë kishte ai kur hipi në bord? Hej, inspektor, të dyve ju mungon e një takëm. Cilat janë gjasat? 1 në 8 mundësi, Jane. Ashtu si rrokullisja e një monedhe. Shkojmë. Ha? Da. Kjo çështje është e mbyllur. A jam i qartë tani apo jo? Sigurisht. O, zoti madh, ti ke një ngatres. Kjo është mënyra se si unë eci se nuk e kam një këmbë. Duhet them, ti ke atë pamje. Absurde. Ingranazhet në kokën time janë të pasbulueshme për askënd. Pra, shefi sigurimit të kërkoj të shikoje trupin, po pastaj kapiteni nuk të donte afër. Kishte një grop në dysheme. E vura re atë. Pastaj ty dhe insektet i mungënte e njëjta gjurmë. Po kjo çfarë ishte? Është një markë tregtare. Po, karkaleci kuqe bënte këtë. I kafshonte diku. Prit, karkaleci kuqe bënte këtë. Ti e fute pas hekurave atë. Kjo është arsyeja pse ata e quajnë mister. Dhe po, jam kthyer sërish në lojë. Dhe nëse mund ta zgjidh këtë, nuk do ta quaj më veten me fat. Unë mund të ndihmoj. Kur të thash, unë jam një merimang gjaktare, dhe një gjaktar çdo njeri. Nëse të lë të më ndihmosh, më duhet të krijoj një frazë të re. Po pra, çfarë po bën? Perde rezistente ndaj zërit. Më duhet të mendoj, dhe kur unë mendoj, kërkoj heshtje absolute. Oh, mirë. Dori urt? Tani për tani, urt. Ndoshta me një pas kësaj fjalie. Ose kësaj. Thjesht më njofto kur mund të flas. Thash, më njofto. Mendoj se po thuaj se kam mbaruar së menduari. Po ti. E di, edhe unë po mendoj. Mendo. Au! Au! Heshtur në qetësi dhe duke menduar. Au! Inspektor Dielli? Zotri? Kështu mendoni ju? Duket e dimshme. Mos e shqetësoj, inspektor. Zënësja re në shpëtim. Ti nuk jenë zënësja ime. Hej, ja, larg duart shok. Unë e përndoqa e para. Ky ishte një krim shpërthyes. Ata janë si bomba me sahat të gjalla. Po, ata jetojnë shpejt, desin të rinj dhe bëjnë pistë të tjerët. Fatmirësisht, izolimi i mizërit në mbrojti të dyve. Është e qartë se dikush nuk dëshiron që ti të merresh me këtë rastin e insektit. Kapiteni me siguri. Ose, dikush ka i natë të pastroj. Kjo do të marri shumë vite për të pastruar, por ndoshta kapiteni e di, duhet të flas me vejushën e zezë. Askush nuk kalon këtu pa miratimin e kapiten. Janie, ne nuk mund ta bëjmë atë. Më falni, ku është tualeti? Po, perëndi, më vjen shumë keq zonjë. Janie, ti po i bën gjërat më keq. Qëndro këtu jashtë, përpiqu të mos shkaktosh më telashe. Nuk e bëra unë. Do të doja të besoja, do doja të besoja në shumë gjëra, por unë nuk jam një njeri që lutet, a më kupton? Kështu thatë edhe herën e fundit. As atëherë nuk ishte argëtuese. Herën e fundit? Nuk po më njeh, inspektor. Më le 12 orë në para burgim në Perl, vetëm se kishe një parandjenjë. Si po shkon hetimi për gruan tuaj gjithsesi? Nuk e kapët kurrat të vrasës. Sa turp. Po, Arabella Obscuri. Ti ke lëvizur shumë në përbot. Më kujtohet se edhe atëherë ishe një strumbullar problemesh.
Au! Por ti nuk vërtetove dot asgjë. Thjesht më thuaj, cila është lidhja e burrit tënd me karkalecin e kuq? Ti je inspektori i madh, gjeje vet këtë. Unë jam beqare tani. Darkojmë këtë fundjavë. Më fal, shoqe, nuk më pëlqen ushqimi i burgut. E po, fu për poqa. Burri im ishte shkencëtar, një gjeni. Shpiku gjëra për atë gangster, por më betua që e la me aq. Do të fillonim një jetë të re bashk, një jetë të pastër dhe më pas. E vrave. Jo, unë e dashuroja. Pas asaj bisede me ty u tërbova. U zemrova me të që nuk më kishte thënë për shënimet. Pastaj në pistën e vallëzimit më dha këtë. Dhe tha se nëse i ndodh ndonjë gjë duhet të ta jap ty. Çfarë është kjo? Më tha sa më pak të diash më mirë është. Kështu thoshte edhe roja i shkollës mesme. Ndërsa unë kam diçka tjetër për ty. Au! Inspektor! Ai do të jetojë, zemër. Nuk ka helm. Jo këtë herë. Shko krahasoje me vrimat e insektit dhe më thuaj që nuk janë të mijat. Nuk e vrava unë burrin tim. Unë mendoj se ajo e bëri. Oh, ajo e ka bërë patjetër. E sigurt që e ka bërë ajo 100%. Gjeni, ti je një vajzë e mbar dhe më ndihmove më parë duke më shpëtuar jetën. Kështu që unë do ta shpërblej. Nuk mund të rrezikoj që të lëndohesh. Çfarë? Inspektor, jo! Gjërat mund të bëhen të rrezikshme atje. Dikush u vra? Kapeni! Prit! Inspektor! Ose insekti ka ngrënë risotto me fruta deti, ose ka pasur një krim në bord. E shpifur. Nuk e di si mund të ketë ndodhur kjo. Ta tregoj unë se si, është dielli. Te lashe të ndjeken kudo që shkon. Ai ka futur këmbët brenda tani. Gjeje dielli dhe kyçe ata. Tani gjithçka që duhet të bëj është të hetoj siç duhet. Hë? Çfarë ishte? Çfarë është? Ej, apo non këtu? E pa mundur? A i ka vdekur? Hë? Hë? Aha, ekuipazhi i pastrimit. Daloni, policia! Do të thënë policia, por jam me pushime. Dua të them vetëm ndalo. Ndaloni aty. Trupi është i zbrazët. Ndaloni në emër të... Lingonat, dreqin sa të organizuara që jam. Që nuk që mbarë? Ky aeroplan pas ka gjithë shka. Kush guxon të hyjë në territorin e milingonave? As 1, 8, 6 apo dhe 7 këmbësh nuk mund të hyjë në vendin tim. Wow! Na! Wow! Inspektori i famshëm Diell. Ju nuk do të shkoni gjëkun, zoti Diell? Mos më thuaj. Jo, nëse nuk më ndihmoni. Shiko, disa nga punëtorët e mi janë zhdukur. 1243 për të qenë sakt. Dhe ju e vutë re këtë gjë?
Asnjë milingon nuk është e vogël për të mos u numëruar. Me gjithë respektin hirësia juaj, por unë kam problemet e mia. Kam nevojë për disa prova. Zoti Diell, e dini cili është roli i milingonave? Sigurisht, janë punëtorët tuaj. Ne jemi syt, veshët dhe zemra e këtij mjeti. Kjo dhomë është vetëm një dhomë, një copë e vogël. I gjithë ky aeroplan Është kolonia juaj. është bota e milingonave, inspektor. Ju merimangat jeni thjesht pasagjerë. Ne nuk punojmë vetëm në shërbimin tuaj. Mirë, ne kryesisht punojmë në shërbim ushqimi, por i shohim të gjitha. Ne i dim të gjitha. Dhe ja raportojmë të gjitha kapitenit. Dhe ai na jep mbrojtje, quajo një marrëdhënie simbiotike. Nuk e kuptoj. Nëse i dini të gjitha dhe i shikoni të gjitha, përse ju duhem unë? Dikush nuk po shikonte. Pasari, a unë të tash dhe më vjen keq pra, më falni që nuk jam perfekt. Derek, a të thash gjë? Mund të ishte kushdo, pusho! Pra, nëse dikush hyp me një krim shpërthyes, ju do e dinit dhe e keni lejuar, apo jo? Po, por 1243 milingona u zhdukën dhe mund të jenë shumë më tepër se aq. A më ndihmon dot? Nëse ju më ndihmoni mua. Unë ta kërkova e para. Kurse unë e mendova i pari. Oh, në rregull. Çfarë ruani si ushqim? Më duhen si provë. Vetëm një copë, pllaka dorsale e një merimange me 2 vrima të dallueshme në qendër. Jam duke hetuar një vrasje. Këtë e dinim ne. Dhe më duhet të di nëse kjo shenjë kafshimi përputhet me atë. Jo! E shoh, dhe përgjigja është e qartë. Ata ishin po aq të ndryshëm sa dielli dhe hëna. Dielli dhe hëna janë njësoj. Të dy rrethor, të dy në qiell, Si shkumsi dhe djathi. të dyja të shishme. Shenjat e kafshimit nuk ishin të njëjta. Pra nuk e bëri ajo. Unë e bukur inspektore diell. Zbulot ç'ndodhi me punëtorët e mi deri në fund të fluturimit, ose do të vinë për ty me koloninë dhe të ham të gjallë. Nuk ka rrugdalje. E ke provuar? E përse duhet? Unë jam shumë e sigurt këtu. Edhe ti. Them se po. Të pëlqen vërtet inspektor Dielli apo jo? Më pëlqejnë burrat e urdhë dhe që nuk kanë fat, kështu që po, pse jo? E di që ka humbur gruan e tij apo jo? Dhe unë sapo e humba burrin tim, të dy beqar. Kur i vdiq gruaja, i tronditi çdo rrjet në qytet. Nga të gjitha krimet e çmendura në cilat është përzier Dielli, gruaja e tij u vra në një grabitje që shkoi keq. Nëse do të kishte qenë në shtëpi atë natë në vend që të punonte në atë çështje. Ai rasti ishte karkalit si kuq apo jo? Po, dhe që atëherë ai e ka zgjedhur tufën e tij. Mendoni se kjo është gjithçka që ai ka që atëherë. Njerëzit duhet jenë shumë të shqetësuar për ty. Nuk i kam gjallë prindërit. Më vjen keq, është e dhimbshme. Ku është dielli? Sa po iku? E çfarë po bën këtu? Mendova se ishe ndihmësi ati. Ashtu jam, unë thjesht po e ndihmoj nga këtu. Mund të më tregosh se ku shkoj? Zemër, nuk do t'i besoja këtij bubuzheli. Duhet të më falenderosh, kukullun jam ai që e futi diellin në këtë çështje. Nuk mund të ikësh. Kurse ti, qëndro këtu. Se mos kam ndonjë zgjedhje tjetër. Çfarë është kjo? Dita e lavanderisë? Ishte suita e muajit të mjaltit. Sa herë që hyn në një dhomë përfundon e ridekoruar dhe shpresoj të mund ta paguash dëmin që bëre ti. Nuk bëra asnjë nga këto. E po, përveç kësaj. Por kam një lajm për ty.
Arabela është e pafajshme. Shenjat e kafshimit nuk u përputhen. A ke prova për këtë? Po, provë prej gize, mund të them. Dhe nëse mund të pranoni prova, e ka ngrënë mbretëresha e milingonave. Mbretëresha e milingonave? Ti ke kontrolluar, apo jo? Mos je çmendur! Unë jam i çmendur. I çmendur për drejtësi. I çmendur për të dhëna. Të dhënat të çojnë në fakte. Ti nuk e asgjë! Është e kundërta. E di që dikush u përpoq të më largonte. E di që dikush ndjej detyruar të kërkonte suitën e muajit të mjaltit për të dhëna. Ose para, ose ato çokolatat e vogla të mbetura në jastek. Dhe e di që insekti po punonte për karkalecin e kujt. Kujt i intereson? Karkaleci i kuq është në burg, ti e fute brenda. Kështu e dija edhe unë, por a e dini që insektit i kishte mbetur trupi i zbrazët, sikur të ishte tharë nga brenda jashtë. Vetëm një insekt mund ta bëj këtë gjë, dhe nuk është vejusha e zezë. Një insekt vrasës? Në aeroplanin tim, milingonat kalojnë nëpër gjithë të avion parangjitjes me një krër dhe dhëmbët e imët. Në fakt është një furçë dhëmbësh. Dhe kjo është mungesë vëmendjeje për detajet që lejoi futjen e krimbit shpërthyes në bord. E po ndoshta e solle ti në bord, sikurse solle në bord dhe ato udhtaren. Ndoshta je ti që nuk duhet besuar. Disa milingona janë zhdukur. Ke një shketje dhe nuk po kërkojmë një vrasje, por 2. Ndoshta 3. Mos dëgjova 4? 4? Mbaroj. Unë nuk mund ta ha këtë Nuk gjë. mendoj se dikush do ta blej atë. Është prishur. Dua të them, inspektor, unë do t'ju vendos në arrest. Prisni, Djema, a mund të flasim për këtë? Them se jo. Hej ti, djalosh i madh. Unë jam në kontrollin taj. Do të merrem me ty për 1 minutë, jell. Duhet të ruaj pamjen. Zonja dhe zotrinj, po argëtoheni të gjithë? Sepse këtu, në linjën ajrore trans, ne duam që të gjithë të argëtohen. Dhe të jemi të sigurt. Pije nga shtëpia! Inspektor Dielli! Hej! Je në arrest? Çfarë? Këta djem? Ja, po ti? Unë të pyeta e para. Pra, çfarë është kupa? Është një lloj luge për akullore. Prit, a ka akullore? Kur zbuluat Arabelën poshtë viktimës, a i dëgjoj dikush tjetër britmës? Jane, bëj pas. Kjo është një punë policësh. Kur zbuluat Arabelën poshtë viktimës, a dëgjoi dikush tjetër britmën? Po, e dëgjoj ajo. Aha, unë e njoh atë. Por kapiteni thot që... Je në ekipin tim, jo të tim. Mos haron dimsen. Kjo duhet të jetë interesante. Zonjë, a mund t'ju shqetësoj për pak? Vetëm disa pyetje, zonja... Vaçu. Shëndet. Më vjen keq, duhet të shkoj, është koha për ushqim. Fëmijët tuaj sillen shumë mirë. Faleminderit. A janë gjithmonë kaq të mirë? Po, sigurisht. Po me çfarë ju ushqen ata? Jane, a e ke problem të bëjnë ndonjë pyetje rreth misterit? Pra, zonjë, a keni dëgjuar ndonjë grua të bërtiste? Po, pra, ishte mirë ajo? Ajo ishte mirë. A pat në një insekt tjetër? Jo, askund. Djell, mos i shqetëso pasagjerët e mi. Po, nuk ka problem, nuk e kam problem, vetëm kaq doni të dinit zoti Diell. Po, faleminderit. Ti, do të dish oraret e gjumit të fëmijëve? Ju lutem, e jani këtej zonja... Vaçu. Shëndet. Panaku i shërbimit të mjaltit të bledhve është i hapur. Bëj fëmijëve një gjelpër nga trajtimi i kapitenit.
E dija që kishte akullore. Ju të dy keni një zgjedhje. Tani çfarë? Ose do t'ju hedh poshtë, dhe ti punon për mua, kuptove? Mirë. Jepini djema dhe mbushni dyshemen. Po tani çfarë? Tua për një kërcim. Pas ke ikur? Wow, Arabella, po na vendos të dyve në një rrezik të tmerrshëm. Ne jemi për te i kësaj tani. Më shpëto E Dion. keni problem t'ju ndërpres? Oh! Kapiten, Po tani çfarë? ti duhet të pastrosh pistën e vallëzimit. Është njësoj si vrima që pam kur u vra insekti. Dikush u vra? Askush nuk është vrarë. Qëndroni të gjithë të qetë. Zonja Baciu! Zjarr! Kush të dërgoj? Hej, a e flet njeri gjuhën e insekteve vrasëse? A flisni shqip ju? Apo flisni spanjisht? Apo kinesçe? Zjarr! Gjuani më shumë! Ndaloni, më duhet që ta pyes. Gati, kur të them zjarr, Ose kur të them unë zjarr, cili do që thot zjarr i pari? Pro tani. Jo! Zote Pupuzhel, shkatërrojni me çdo kusht. Por djeli dëshiron ta marrë në pyetje. Kush është shefi yt? Dielli apo unë? Bëje ose do të gjeti kë që mundet. Le të shkojmë burra. Lart, lart, lart. Nuk do t'i arrim dot kur. O, ashtu? Po zbres poshtë. Më mirë mball fort. Wow! Liri! Më ul poshtë! Atje! Oh! Iu, ka njerëz në bord, sa e neveritshme. Me qëra fjala për të neveritshmen. Gjami, i zbulon çdo herë. Tani është shansi ynë, ndaloni në emër të ligjit. Wow! Ja ku është? Roger! Ja! A
Po mendon atë që po mendoj unë? Mos janë gjë 3 kg mëlçi dhe një tub pastë dhëmbësh? Jo. Atëherë jo. Ne do të marrim ashensorin ekspres. Merimanga, ku? Qetësohuni, zotri, zonjë, ju lutem, uluni. Ku jam kështu? Dikush nuk e ka paguar faturën e energjisë. Jemi të bllokuar. Po lëvizim. Ishte një sulmëri manga, 3, ndoshta 4 ose 5 prej tyre. Gjithmonë do kesh një problem ti, Carol. Ndërsa ne jemi duke pritur, inspektoria ka disa pyetje për ty. Çfarë kuptimi ka ti bësh ato? Sa po të ngret ky filxhan, do të vdesim të gjithë nga një goditje me revist. Ose jo. A i dini më përpara kam qenë një magjistar amator. Tadan! Ba, po tani. Aha. Tani dëgjoti gjigant. Ne e dim që ke një bashkëpunëtor. Një tjetër vejush të zez. Ku është ajo? Dhe ku janë parat? Dhe përse e kulluat insektin e that? Dhe ku janë parat? Çfarë? Një pyetje bëra. Njësoj është po të pyesësh cila është ngjyra jote e preferuar ose cili është kryeqyteti i Kanadas. Ti e kupton që nëse nuk flet, do të të hedhin përsëri atje. Dhe ata 2 këmbësha do të të shkulin ashtu si një kunj shkrepse të ndezur në tokë. Kjo që the është e vërtet. Fillon me një X. Tha se nuk e preku insektin. Tha se insekti ishte ai që e punsoi. Pse? Për të bërë çfarë? Seriozisht që të gjithë. Unë jam inspektori. Unë do t'i bëj pyetjet. Ti flet gjuhën e insekteve vrasëse? Kam qenë një vit jashtë vendit. Për të më mbrojtur mua. Nga kush? Për të më mbrojtur nga një përbindësh? Po e sa jon ajo? A i po thot të vërtetën. Krahat nuk gënjejnë kur. Përveç kësaj, nëse ai do donte të vdekur Arabelën, do ta kishte bërë. Të vdekur njësoj si ky. E po të paktën në kapiteni do t'jeti i lumtur. Përbindeshi? Shpejt, më ndiqni! Duhet të hapim një dritare. Jo, të lutem, jam përsëri. Në rregull, ku janë parat? E ke kuptuar të gjithë gabim, shoku? Mos luaj rolin me mua. Pasuria e insektit. Gjeta një testament në xhepin e tij. Ai thoshte se pasuria e tij ishte në këtë aeroplan. Ajo nuk është në dhomën tuaj, pra ku është? Prit, ti isha ai që plaçkiti dhomën e tyre. Po, unë isha. Tani, bëuni gati të bëni ushqim peshku. 5, 4. Ashtu? Dielli do të vi këtu shpejt dhe ai do të na shpëtoj. Vërtet. Pa dyshim. Përshëndetje djell. Tani shiko se si merret dikush në pyetje. Prit! Ku e lash? Po, ku janë parat? 5,
Mendova se ishe shoku im. Dhe unë mendova se do të nxoje tek pasuria e insektit. Kjo është arsye pse po shtyje diellin për të shqyrtuar këtë çështje. U mërzita duke qenë gjithmonë i dyti në çdo vend. Jam më i mërzitur duke parë këtë TV-qel duke rrotulluar në errësirë. Dikur mendoja se ishte një instruktor i mirë. Tani, 5, 4. Nuk ka pasur kur. Nuk ka pasuri. Kjo është ajo që unë do të thoja. Insekti thoshte se pasuria e tij ishte puna e tij dhe puna e tij ishte shkenca. Prandaj u fut në punë për kuqin. Ai do të kishte hyrë në muzikë, apo në aktrim, apo në portrete rrugësh. Me që qënë ka kështu. Unë do ta marr atë sferë. Çfarë sfere? Atë që ke në xhep. Ti as nuk e di se për çfarë është ajo. A ka rëndësi? E di që është e vlefshme. Ma jep diell. Më mirë jepja ti, nëse di se çfarë dua të them. Shkelje syri. Po thoja ta godisja atë. Ti the jepja ati. E dëgjuan të gjithë çfarë the. Mos u tremni. Ende mos u friksoni. Friksoni tani. Lëshoje. Po tani çfarë do të bësh? Atë që bëj gjithmonë, do ta zgjidh. Mos është humor ky sepse ti nuk e krah. Do të doja të ishte. Jo prang idiote nuk më lidh dot mua. Nuk janë pranga. Pa i mori sferën. Jo ato të vërtetën. Të lumt. Faleminderit. Çfarë ndodh? O zotë, do me thënë, ju djema, ju ishit... Hej, unë thjesht për përpiqem të them faleminderit. Nuk të dëgjojnë dot. Kur milingona thirrën në dhomën mbretërore, ata hynë në një ekstaz të përbashkët. E shikon, mbretëresha i urdhëron të gjithë. E gjitha kjo për asgjë. Nuk e di, mund të bëj dy gota të këndshme supe. Apo helmeta për biçiklet, ose... Ndoshta bubuzheli e mori atë që ishte brenda? Ai nuk ishte aq shkot mjaftueshme. Më falni, nuk po ju dëgjoj. Përse do t'jepte insekti diçka që është bosh? Unë nuk e di. Ti e di e gjatë gjithë kohës që unë dhe insekti ishim pa para. Sigurisht, për sa i përket kësaj, dua të them, nëse ai do të ishte kaq fisnik sa thua ti, ai nuk do të mbante para të pista të kuqit. Pikërisht. Pra, tani çfarë? Më duhet të mendoj. Dhe kur mendoj... Çfarë po? Heshtje absolute. E kuptova. Jane, shpejt, zjej pak ujë. Si do ta zgjidh kjo çështjen? Nuk do ta zgjidhi, por do të bëj pak kafe. Por unë kam një plan. Mblidhni pasagjerët. Duhet të shkoj patjetër. Ai tha nuk duhet të largohet asnjë. Me njëherë pas nisjes, një pasagjer, insekti Spindletorp, u vra. Dhe vrasësi i tij është ende mes nesh, pikërisht në këtë dhomë. Zoti fajtor, më falni, fajtori, ju ishit partner biznesi me insektin, apo jo? Po, nuk vërteton dot asgjë.
Jo, nuk vërteton. Tjetra, në vendin e krimit, gjetëm gjurmët e kacabuve. Zoti Skarafa. Insekti të bëri të ndihesh si një teveqeli trash për para familjes tënde. Ti kishe goxha motivim për ta bërë? Por nuk ishe as ti. Gjurmët ishin shumë të mëdha. Po përsa i përket kapitenit. Mizat i urrejnë me rimangat. Të gjithë e din këtë gjë. Plus kësaj, gjetëm një fragment të krahut në vendin e krimit. Gjithmonë ka menduar se ishe ti. Jam i pafalshëm, po të them. Ai ka të drejtë. Kjo është zhgënjyese. Pra, duke ecur me shpejtësi, insekti hipi në bord me nusen e tij të re, Arabelën, një vejush të zezë. Është ajo e ka bërë. Dhe, sipas regjistrimit të pasagjerëve, ajo është vejusha e vetme e zezë në bord dhe kishte një kafshim të një vejushe të zezë tek zoti insekt. Nuk po ndihmon fare. Por a është vërtet ajo vejusha e zezë vetme këtu? Kishte një shenjë pickimit të një vejushe të zezë. Por, a ishte ai i zbrazur? Ashtu si një insekt vrasës, por, siç mund ta shihni nga rindërtimi ynë dramatik, pickimi i tij nuk përshtatet me shenjat e kafshimit. Do të ishte shumë e madhe dhe ai nuk e vrau insektin. Në fakt, inspektori punësoi këtë insekt vrasës për të mbrojtur Arabellën e tij të dashur. Pikërisht pra. Fajtori është frëngjisht. Nga dikush me inat? Doktor Spindletorp ishte një shkencëtar i punësuar nga Karkaleci i Kuq. Pyetja është ama, për të bërë çfarë? Një karkalec nuk është asgjë pa tufën e tij, dhe inspektori diell ka kaluar të gjithë karrierën e tij duke reduktuar karkalecat e kuq vetëm kaq, asgjë tjetër. Faleminderit. Pra, nëse do të isha një mjeshtër kriminal dhe tufa ime do të ishte kapur, çfarë do të bëja? Do të ndërtoja një tufë të re, një tufë perfekte, dhe do të punësoja një mjek gjenial për ta krijuar atë. Insekti u vra, jo nga një buburec, nga një eve, një miz apo insekt vrasës, por nga të gjithë ata. Pra, ose e keni bërë të gjithë, ose asnjëri prej jush. Çështja e mbyllur. Ose a ju vra nga krimi i tij, një krijesë bërë me porosi, një përbindësh. Jo përbindesh, unë duhet të siguroj fëmijët e mi sa më shpejt i jetë e mundur. Ata fëmijë shumë të sjellshëm? Po, se pari gratë dhe fëmijët e sjellshëm. Veçse nuk janë fëmijë. Nuk janë? Sepse asnjë fëmijë nuk sillet kaq mirë gjatë gjithë kohës. Ja pra se kush e bëri. Ky është insekti juaj. Dhe fal zotit unë e gjeta. Megjithse ky përbindësh u krijua për të ndërtuar një tufë, Ajo donte të ishte një mbretëresh. Tani të gjithë që kanë inspektor. Në rregull. Mendoj se e kuptova tani. Pra, insekti bëri një formulë që mund të kthente. ti mund ta bësh këtë. Që mund të kthente çdo insekt në një mbretëresh. Karkaleci i Kuq ishte i lumtur, por insekti ndryshoi mendje. Forca! Sepse ai ra në dashuri. Mësoi që ajo ishte vërtet e rëndësishme në jetë. Dhe kaq ishte e gjitha? Ai shkatroi punën e tij. Vodhi formulën dhe rezervoi një fluturim për në San Francisco, gati për ta hedhur larg mbi oqean duke shkatruar përgjithmonë. E bëri vërtet? E po ky është një lajm i madh. Jo, ai u vra. Po, sa i marr, do me thënë, më vjen keq për humbjen tuaj. Insekti më dha sferën që mbante formulën. Dhe zonja Vatsu duhet ta ketë parë këtë dhe të ketë ndërruar sferën pa e vënë re Arabella. Dhe ajo, ju e dini, ajo vrau insektin dhe piu formulën për të bërë mbretëresh. Dhe Karkaleci i Kuq e dinte që insekti do të ishte në këtë fluturim, kështu që ai u sigurua të hipte në të. Hape mirë veshët, djallë. Karkaleci i Kuq? Po si, ai është ende në burg. Karkaleci i Kuq u arratis dhe insektit i mungon një këmbë. Njësoj si mua. Ai duhet jetë në bord dhe po fshihet pikërisht këtu. Dua të them pikërisht këtu. A do të më lëshosh fytyrën? Lund, inspektor Dielli. Të lund. Kështu që mendoj se më kape sërish.
do t'i mbaj ata? Sigurisht, ashtu si që më mbajti burgu. Po ti si hipe në këtë avion? Nuk është e vështirë të hipësh në aeroplan kur kapiteni është kontrabandist. Nuk më pëlqen kjo. Nuk më pëlqen fare kjo. Diçka nuk shkon. Edhe unë kam një ndjenjë të çuditshme dhe nuk është mos tretje. Shoh se inspektor Dilli ka nevojë për një nxënës nëse tani. Mendoj se ishte gjyhetari që gjuan vetëm. Ashtu jam. Por unë isha atje. Ajo e kuptoi të gjithë. Kjo nuk është e vërtet. E zgjidha unë atë. Mendoj se ti vetë nuk bën dot dy fjalë bashk. Je thjesht me fat. Me fat gjatë gjithë kohës. Dhe me fat që ke një ndihmëse tani. E po ty të duhet një ushtri, të cilën ti nuk e ke më. Një ushtri... Prit, milingona që mungoj? Prit një sekund, çfarë po sajon? Ty mi shen, lajmëroni mediat. Ky djalë sapo kuptoi diçka pa e mbajtur dikush për dorë. Unë nuk kam nevojë për të. Ajo është vetëm një fëmijë që më ndjek. Nësa duket e ke mërzitur në zënësën tënde. Janie, nuk doja të thoja atë. Janie! Po çfarë? O, shikoni djema, zonja po ndërrohet. Rini në pozicionet tuaja, burra. Mendoj se do t'jetë krejt e pamundur. Ndërsa dielli kalon në përrënoja dhe luan inspektorin, ne do të rindërtohemi dhe do të bëhemi më të fortë. Dhe në momentin që avioni ullet, dielli do të jetë shumë vonë. Jo, sa do të nduese që është, ne kemi nevojë për secilin. Vetëm pak lëpi. Për ushqim të vërtet. Një pishka që shumëshme, e shëmtuar, po thuaj se po aq e shëmtuar sa të zotët. Vazhdo. Është i gjithi yti, qeni bukur, luaj si ngordhur. Për turbulencën, tani kemi shpejtu në San Francisco dhe përsëri jemi në atë që shfaqet të jetë një ditë e përsosur. Janie! Sa shumë shikza! Janie! Janie! Në shpëto, djel! Vetëm ti mund të shpëtosh! Jo, vetëm unë. Këtu duhet të punojmë së bashku. Më duhet të kërkoj anën tjetër të kabinës edhe ti... Mirë, çfarë po ndodh? Unë kam vërtet nevojë për nxënësen time. Janie! Janie! Gati e dashura ime? Gati. Mirë, atëherë asgjë nuk mund të na ndaloj. Kjo është për atë që i bëre burri tim. Nuk është fajim. Inspektori kishte ndërgjegje. Ai duhet të paguante për atë që mbodhi. E po tani është rada jote për të paguar. Vaçu! Sa nuk më koft! Përpjekje e bukur, por ajo është pjesërisht me ju shezes. Gjotësisht imune ndaj kafshimit tënd. Në fakt, je mirë.
Ku e lash tani? Ah, po. Asgjë nuk mund të na ndaloj tani. Arabella? Oh, Jenny, më vjen keq. Mua më vjen keq. Jo, mua. Jo, mua. Ju jeni një gjahtar, është e vështirë të dalësh në një frazë të re. E kisha gabim. Unë kam nevojë për ty në ekip. E shikon, si një frazë fillestare, kjo nuk bën fare. Koha për të grumbulluar! Jetë të gjatë tufës! Jetë të gjatë tufës. Arabella! Jetë të gjatë tufës. Bjell, Jenny, ju lutem më thoni se keni një plan. Sigurisht. Lani ri, a mund ta fluturosh këtë gjë? Unë jam kapiteni, si mendon? Unë mendoj se është një lloj titulli nderi që ta kanë dhënë, një lloj mashtrimi, sepse ti je një miz që fluturon. Vendosni dyshimet tuaja në karriget tuaja dhe besimin tuaj në pozicionin e dur. Merre mund me këtë. Gord, sulmo! Lëpi! Gord, sulmo! Lëpi! Jetë të gjatë tufës! Edhe tani i bëuni gati, sepse nga momenti në moment ne do të bëjmë një zbritje spektakull. Pas 27 fluturimeve lart paqësorit, më në fund do të fitoj krahët e mi. Ti djallu si vogël. Alcatraz! Djeva, jeni të gjithë të liruar me kusht! Më poshtë! Shko, 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 shko! Le të shkojmë, partnere. Tufa ime, thehuni! 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 Thua ju atyre! Par nuk shkon e dashura ime. Par! Ndjes për turbulencën. Tani kemi zbritur në San Francisco dhe përsëri jemi në atë që shfaqet të jetë një ditë e përsosur. Herën tjetër do të ikim me tren. Diell, vendimësia jote e vogël. Partner në fakt. Po, partner e plot. Urime. E po sa më shpejt që të mblidheni, aq më shpejt do të mbaroj gjithçka. Rrotullohu!
Pse po e bën këtë gjë, kuqo? Unë po e bëj botën një vend më të mirë. Ju keni merimangat dhe prumbët që kërcejnë me qinkallat, ndërsa buburecat ulen duke darkuar. Ndërkohë milingonat duhet të pastrojnë rëmujen, dhe kjo nuk është e drejtë. Ai po bën politik. Ndërsa tufa ime ka gjithë shka, krahët e mizës, ndjesia e erës së buburecave, dhe merimange ka edhe disa parazit. Nuk ka më pabarazi. Po ti po i sundon ata. E po disa janë më të barabartë se të tjerët. Mjaf, merre mund me këtë. Tani, ku ishim ne? Jetë gjatë tufës. Po. Jetë gjatë tufës! Djel, çfarë po bën? Po pret të kesh fat? A e mban mend? Një herë është fat, dy herë është aftësi. Je i çmendur? Ja, ku po shkojmë? Do të na haj. E po unë e bëj këtë gjatë gjithë kohës. E po e bëra një herë. Ajo ishte e mrekullueshme. Ti je i mrekullueshëm. Nuk mund ta bëja dot pa ty, ende nuk mundem. Mirë partnere. Drejtoje ti tani, le ta mbarojmë këtë punë. Unë në fakt kam një plan. Bukur. Surpriz! Je në arrest. Ka vetëm një vizë të hollë mes marrëzisë dhe trimërisë. Dhe ti je ajo vi. Do ta marr këtë si një kompliment. Bëu gati. Nuk e ka shumë fat, kuqo. Kam bërë 5 vjet kurs në luftimin e shpatës. Luftë me shpatë filmike? Sigurisht, kape. Ha, gjithmonë e dija se do të më vinte në ndihmë. Kjo është e gjithë ajo që ke? Aha. Lëvizje klasike. Nuk do të më thua që jam i arrestuar? Jo, do ta bëj partnerja ime. E po mendova se ajo do ta thoshte në kohën e dur. Ke nevojë për një fije të mirë? Do t'ju shpëtoj nga të qenit ushqim peshku. Dhe faleminderit që më thirre partnere. Nuk ishte pse ta bëje këtë, por jam e lumtur që e bëre. Partnere? Ai është vërtet i mahnitshëm. Ha! Shu! Ti ja dole! Edhe ti po ashtu, edhe ajo ja doli gjithashtu. Të gjithë ja dolëm. Unë nuk jam një merimang gjaktare dhe nuk gjuaj më vetëm. Jam duke menduar që të fillojmë një ekip dhe t'i vendosim një emër më tërheqës se insektet hakmarse, ose treshe fantastike. Sikur Arabelat ishte këtu, ndoshta do ishim 5 fantastikët. Nuk i bie 4? Avokatët. Gjithsesi, sikur të kisha një mënyrë për t'i kthyer ata. Më lër të mendoj. Shkopi yt. Është transformuar disi në një... jo, prit, unë këtë gjë e mora nga prit pak. Apo mendon atë që po mendoj unë? Kur? Më lejoni të provoj diçka.
E po mirë, u përpoqa. Po tani çfarë? Ja! Arabella! E po... Zoti fajtor me pamje të frikshme. Dua të them, fajtori. Do të kapë diell, të betohem nuk kam mbaruar akoma. Mos foli gjë dikush tani. Keni parasysh në përdhëm, domethënë. Ja. Më falni. Jam gati. A ke humbur gjë shoku? A jeni inspektori diell? Unë jam inspektori diell Sampajosia, këtu me ekipin tim 452.000 fantastikët, diçka e tillë. Ju kërkoj në Egjipt, është çështje e jetë. Cila do të ishte pjesa tjetër asaj fjalie? Është një mister. Unë nuk kam qenë kur në Egjipt. Hipni shpejt, ja pun! Ka qishte latë të mirë, botë bizore! Ja! Unë mund të fluturoj! Kjo është më e keqe se të rëzohesh.